Të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar qytetarë. Banka Botërore ka rishikuar projekcionin e saj për rritjen e ekonomisë në Maqedoninë e Veriut në 2025 nga 3% në 2.6%. Rishikimi në ulje vazhdon edhe për vitin 2026, me një rritje të pritshme të bruto prodhimit vendor prej 2.7% në vend të 3.2% të parashikuara më parë. Bëhet fjalë për një sinjal që vjen nga rrjedhat reale ekonomike e jo nga dëshirat apo marketingu politik. Banka Botërore nuk merret me retorikë, por me logjikë ekonomike sipas së cilës edhe në vitin 2027 pritet një rritje prej 2.8% dhe kjo duhet të merret seriozisht. Nëse e shikojmë edhe nga perspektiva rajonale, Maqedonia e Veriut përballet me një tjetër fakt të pafavorshëm. Vendi ynë ka projekcionin më të ulët për rritje në rajonin e Ballkanit Perëndimor për vitin 2025 dhe është nën mesatarën rajonale prej 3.2%. Në të njëjtën kohë, Banka Botërore thekson se vendi përballet me një deficit fiskal të zhgjeruar, dobësim të pozicionit tregtar, ngadalësim nominal të inflacionit, por njëkohësisht identifikon presion të brendshme të çmimeve që sinjalizojnë rrezik që shtesë për stabilitetin e fuqisë blerëse. E gjithë kjo tregon se hapësira që Banka Botërore detekton për një rimëkëmbje të shpejtë ekonomike është shumë më e ngushtë se ajo që paraqitet në opinion nga ana e qeverisë. Të nderuar, me këtë rishikim në ulje të projekcioneve, Banka Botërore sinjalizon se ekonomia e vendit aktualisht nuk tregon dinamik që do të mund të mbështesë një rritje mbi 3%. Në një kontekst të tillë, projekcionet prej rritje prej 3.7% apo madje edhe 4%, të cilat I dëgjojmë nga disa përfaqësues qeveritar, ngjasojnë më shumë në supozime sesa me fakte të nxjerra nga analiza ekonomike. Konfirmimi më I mirë për këtë janë indikatorët aktual makroekonomik. Prodhimi industrial si një barometër I ndjeshëm I ekonomisë reale tregon një pamje thellësisht të paqëndrueshme. Nga shtatori deri në dhjetor të vitit 2024 u regjistrua rënje e vazhdueshme, me një rritje minimale pozitive në janar për 1.4% për të kthyer sërish në zonën negative me minus 0.8% në shkurt. Këto fluktuacione tregojnë mungesën e parashikueshmërisë dhe të një politike ekonomike stimuluese. Në të njëjtën kohë kemi shqetësime për likuiditetin e kompanive, për shkak të vonesave në kthimin e TVSH-s dhe në pagesën e obligimeve kontraktuale nga ana e shtetit, gjë që shuan edhe më tej aktivitetin ekonomik. Koha që kompanitë presin për pagesat nga shteti arrin nga 6 deri në 9 muaj, që përbën një rrezik sistematik që ul aktivitetin ekonomik. Sa I përket mjeteve nga Krendia Hungareze, 250 milion euro për sektorin privat dhe 250 milion euro për komunat, ende nuk pasqyrohen në të dhënat agregate. Nëse ata do të ishin inkorporuar efektivisht në ekonomi, pritej të paktën një sinjal fillestar për aktivitetin investues. Por një sinjal I tillë mungon. Për më tepër, realizimi I shpenzimeve kapitale në nivel qendror është vetëm 13.55% deri në fund të prillit, ndërsa në komunat mesatarja është rreth 3%, me raste ekstreme nën 1%. Në kushte të tilla pritjet për një rritje mbi 3% të bruto prodhimit vendor janë ekonomikisht të pabazuara. Asnjë ekonomi nuk mund të gjenerojë rritje pa investime produktive, qofshin ato publike apo private. Prandaj nuk bëhet fjalë për atë nëse shifrat e Bankës Botërore janë të sakta. Bëhet fjalë për atë nëse jemi të gatshëm të përballemi me faktet dhe faktet thonë. Politika aktuale ekonomike e qeverisë nuk krijon hapësirë për rritje të shëndetshme dhe të qëndrueshme të bruto prodhimit vendor mbi 3%. Nga ana tjetër, kemi një model qeverisës ku pritjet janë më të mëdha se kapacitetet. Por edhe rritja e projektuar për 2.6% nuk do të ndihet nga qytetarët. Inflacioni vazhdon të gryej fuqinë blerëse. Indeksi I kostës së jetesës në 3 muajt e parë të vitit lëviz nga 2.7% deri në 5.0%. Ndërsa çmimet me pakisë rriten në një dinamik të ngjashme prej 2.2% deri në 5.2%, që do të thotë se produktet bazë po bëhen gjithnjë e më pak të përballueshme për qytetarët. Maqedonia e Veriut mbetet vendi me pagat më të ulta në rajon
dhe njëkohësisht me disa nga çmimet më të larta. Ndërkohë, masa qeveritare për kufizimin e marzhave, publikimi online i çmimeve nga supermarketet si dhe përpjekjet simbolike me shportën e vitit të ri nuk dhan asnjë rezultat. Tryeza festive për ditën e punës do të jetë më e shtrenjtë dhe më modeste për vetë punëtorët. Të nderuar, nëse diçka është e rrezikshme për ekonominë, ajo nuk është korrigjimi në ulje i projeksioneve nga Banka Botërore, por vetbesimi i lartë në iluzionet e veta të vetë qeverisë. Është koha të braktisim komunikimin e dëshirave dhe të kalojmë në politikë të rezultateve. Ekonomia nuk fal injorimin e realitetit. Ajo gjithmonë i shpërblen ata që veprojnë mbi bazën e fakteve e jo të dëshirave. Ju falenderit për vëmendjen.